Nga Kreta ku zhvilloi takim me diasporën shqiptare në shtetin e Len, Edi Rama foli për partitë e reja që kërkojnë votën e emigrantëve. Kryeministri nuk la pa ironizuar disa subjekte politike të cilat sipas tij e kanë mbushur listën e kandidatëve për deputet me familjarët e tyre. Ata rinia në listat e kandidatëve kanë babajin, maman, xhaxhan, dajën, krushkun, sepse nuk i kanë dot asnjëherë sa t'i vënë në për lista, dhe sepse kjo është mënyra se si e shohin ata besnikrin ndaj partisë. Gjithashtu Rama ju përgjigj kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha për etiketimin që i bën kohët e fundit si bufi i Knetës. Bufi i Knetës që thot që unë jam i mençur dhe unë jam i bukur si Athinaja. E dëgjuat apo jo? Duke referuar bufit vogël që ishte simboli i grekëve të lashtë dhe pastaj e morën dhe romakët. Por bufi i vogël nuk ishte lidhje me Knetën. Ndërkohë që bufi ynë atje në Tiranë është bufi i dal nga shpreha e popullit. Qa do aty o buf Knete? Duke njoftuar hapjen e konsullatës shqiptare në Kretë, Rama deklaroi se nuk do të jetë më nevojshme për të shkuar në Athinë për dokumenta.